Miqtë po përbresh, jemi këtu në Romë, te Palazzo della Cancelleria e kemi me neve Ministre Kulturës e Republikës Shqipërisë, Blendi Gonxha, si jene? Jam mirë, jam edhe më shumë i ngarkuar se vetëm me kulturën, se mbuloj dhe turizmin dhe sport. Edhe sport, turizm Shqipërisë, por edhe rinin. Sa mirë. Kemi 4 portofole që janë shumë të rëndësishme për qeverisja. Edhe ju falemderit që jam të me ju. Sa bukur, jo, unë të falemderoj sepse kja këtu të po përbresh, kjo transmisiona jone, me në YouTube, në Spotify, Amazon Music, edhe rrëfia me historin vleri e Arberisë. Kemi nevoj të rrëfia me Arberin. Ta fillojmë nga gjua, që nuk e di për ministrat e tjerë, po unë kam më kollaj ta kuptoj, se kam jetuar nga 0 deri 13 vjeç në Gjirokas, sepse baba i familje punonin atje me atë kohë, dhe pastaj kemi vajtur në Tiranë, kështu që atë do ta marrësh këtë klasë e kam më natyrale ta kuptoj, sepse vi nga jugu edhe ajo gjumë është ngulitur, po pjesa tjetër pastaj është me vërtet një ndjesi shumë e bukur, dashurie